Ura, duket se edhe me Daulle e inauguron urën, po si ty Belinda me xhingla, me mingla, duke u tunë dhe shkun aty jam ta, po jo. Të gjithë ta, po kjo e vërtet am të. Ku shkoj unë, për nuk e mirja vesh. Ku shkova unë? E cecë mrapa, pastaj kthe që të futësh në kupës. Të gjithë gjë po bëjnë të tuneli, edhe tuneli kanë bërë një gafë tjetër të tillë, po përviqen tani. Po e në para të gjitha këto. Urdho. Lubia i ka dosjet në trana shumë serion Veliaj. Themu ty, pse? Jo se të jemi realisht. Ajo ka disponuar 12 miliard euro. Ajo 5. Ajo ka disponuar 5 miliard euro. Zote Berisha, Andon Kello, nga ABC News. Kam një pyetje, ju jeni shumë i shqetësuar për shitblerjen e votës në këto zgjedhje. Por ka një rast i cili duket i çuditshëm, një kandidate e Partisë Demokratike, e cila ka dhe post në Selim Blu, avokatja Adriana Kalaja, ka hapur një thirrje në rrjetet sociale ku i ofron mbështetësve nga 200 deri në 1000 euro. A është ky një rast i hapur i shitblerjes së votës? Është një keq kuptim, jo shitblerje vote. Ajo njerëzit, siç e kam kuptuar unë, megjithatë e ka heq statusin. Pikërisht se krijon një keq kuptim. Krijon një keq kuptim. Statusin ajo e ka heq. Ajo ka patur fjalën për antarët e stafit të saj. Siç e kam kuptuar unë. Cili nga antarët e stafit do punoj më shumë, do ketë të shpërbim, por ai status është hequr. Pikërisht sepse kanë menduar që ka krijuar një keq kuptim. Faleminderit.